Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të bëjë një auditim të plotë sa i përket shpenzimeve të bëra nga partitë politike gjatë fushatës elektorale të 11 majit. Kryekomisioneri Lirian Celibashi, teksa zgjodhi të mos komentonte kontratën 1.4 milion euro të harxuara nga APD për Krisla Sivitan, theksoi se çdo shumë parash do të kontrollohet në detaje. Shumë herët që nga çdo pikë vështrimi të bëj komente apo të jap gjykime dhe vlerësime në lidhje me aspektet të financimit të fushatës nga partitë të ndryshme politike. Ato kanë dorëzuar raportet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve brenda afatit. Këto raporte do të jenë nështrore një procesi auditimi, verifikimi dhe në përfundim të këtij procesi auditues ne do të prezantojmë rezultatet dhe do të japim gjykimet dhe vlerësimet tona në lidhje me procesin e financimit të subjekteve zgjedhore për zgjedhjet e shkuara të 11 majit. Tashmë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është gati për zgjedhjet lokale në 5 bashki, ndërsa sa i përket Tiranës, për Celibashin kushtetuesja është e qartë. Këtë nuk di ta them dhe besoj që askush nuk mund ta thotë për momentin, nëse do të kemi apo nuk do të kemi zgjedhje në Tiranë. Vendimi i gjykatës kushtetuese është i qartë dhe të gjithë janë në detyrim për ta njohur dhe për ta zbatuar atë vendim. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve testoi pajisjet e identifikimit elektronik, ndërsa garantoi se stafi tashmë është gati. 334.000 qytetarë do të mund të votojnë të dielën për kryetarët e rinj të bashkisë në Vlorë, Berat, Tepelen, Matë dhe Cerrik.